Tek jemi rikthy prapë dashur miq, e thash që pas pak do ta kemi në studio mjeken nutricionisten doktoreshën Dhurata Nasufja Alabako, të cilën ndër vite kemi bashkëpunuar shumë shpesh me tema të ndryshme, një prej doktoreshave e cila asnjëherë si ka thonë jo komunikimit me publikun përmes televizionit, gjithmonë e gatshme me kontribu të ngritjave disimit rreth problematikave të ndryshme, e sidomos tek ndryshimi i stilit të jetës përmes ushqimit, që ka treguar dhe shembuj të tjerë, por edhe ka treguar dhe historinë e saj në raste të shpeshta që ushqimi dhe ndryshimi i stilit të jetës e ka ndihmuar në rikuperimin e problematikës që edhe vetë doktoresha ka pas me sëmundjen e saj, por edhe të pacientave të saj. Ushqimi shpesh mund të jetë magjia kryesore e të jetuarit, e cilësisë së jetës, çdo gjë tjetër që mund ta bëjmë në ndryshimin tonë primar për një jetë të shëndetshme. Që shpesh paret tonë, gjyshet tona i kanë përdorur disa produkte që pa vetdijen e plot për rëndësinë e tyre dhe efektin e tyre, benefitet e tyre i kanë pas pjesë të tryezave. Po sot, me studime të shumta, me zhvillimin e teknologjisë, marrjes së informacioneve, studiues të shumë kanë publikuar shkrime të shumta rreth këtyre produkteve që shpesh janë çelës i një shëndeti të mirë, siç kemi folur shumë shpesh edhe me Lenën në recetat e para disa jave, që kurkuma është një prej tyne, është një prej mëlymesave që duhet të jetë pjesë e kuzhinës tonë. Po përpse qyshe tek, do ta mësojmë nga doktoresha Dhurata. Mirë se erdhe, doktoresh. Faleminderit. Shumë kënaqësi me të pas studio. Sidomos kur unë e thash se është shumë e rëndësishme që ne ndajmë përvojat tona me të tjerët. Unë mbaj mend në intervistën para disa viteve kur ti e ke ndaj eksperiencën tënde shëndetësore, ndryshimin e ushqim, stilin e jetës, pastaj ndryshimin tënd tek pacientët. Edhe nuk e ki idenë sa pacienti më thirr prej asaj video pikërisht. Ende shikohet ajo intervistë. Po shikohet edhe një pacient, po ta tha ti ke qenë shpresa jone vetme, kur ki thonë se më ka kalu, edhe astin tha nuk i din fjallë se i ki folë, si i dim në tash përmeq. Shumë shiqohet e video. Shiqohet sepse është një rrëfim personal që ti ke marrë bazën e ndryshimit prej aty, edhe ke ndiku të pacientet, e unë jam shumë e lumtur që edhe rrëfimi yt që ke nda me neve, që të falenderoj pafundësisht, po edhe rrëfimi i suksesit që ke nda, ka ndiku të njerëz pozitivisht, edhe i kanë besu një ritmi të ndryshimit, sepse bashkë kemi folur të dyja shumë shpesh për lugën sa e ndryshon stilin e jetës. Po, pikërisht. Sasinë e ushqimit, vlerat e ushqyse, çdo gjë tjetër, që në një farë mënyre ushqimi është çelësi kryesor i shëndetit fizik, por edhe mendor. Po. A është kështu? Është edhe ilaçi më i mirë ndoshta për organizmin e njeriut ushqimi. Aty është baza e shëndetit në fakt. Sepse ju jeni edhe mjek e nutricionit, edhe çdo ditë komunikoni me pacient, edhe këtu fillon ai ndryshimi, këshillat e para që jepni. Pastaj janë suplementet, pastaj janë vitaminat që marrin përmes ushqimeve, që unë nola, do me thonë, te kurkuma dhe tumerik, po që mund të bëjnë një magji, ta themi në jetën tonë, veç si mëlmes. Po, ashtu pikrisht turmeriku daton që nga kohët shumë të lashta, aty dykon para 4-5.000 viteve në Indi, në shtetet e lindjes së largë, do me thonë. Ata fillimisht kanë fillu si erz ta konsumojnë, se edhe emrin e ka shafrani indis në e quim, kanë fillu si erz, mirë po kur i kanë pa benefitet, atëherë kanë fillu ta marrin në koncentrime më të larta, kanë përgatitur preparate me koncentrime më të larta në mënyrë që të jetë më efektiv në organizmin e njeriut. Ne kryesisht kurkumin e dim si një lloj erze, si një ekstrakt antiinflamator. Mirë po me hulumtimet, sepse thamë turmeriku është një ndër erzat më të hulumtuara në shkencën e sotme edhe në mjekësinë alternative. Atëherë ata kanë parë shkencëtarët se ka edhe efekte të ndryshme, duke filluar nga depresioni, ka efekte antidepresive, përmirëson traktin e tretjes, do me thonë punën e zorëve, ndikon në lëkurë, besa dhe për bukurie kanë pi. Në Indi e kanë pi si e kanë quajtur si pije të artë. Me qumsht ka qenë shumë e përdorur. E kam përdorur ndoshta edhe, jo ndoshta, po e kam përdorur fillimisht edhe si ngjyrosës të pëlhurave. Mirë po turmeriku në kohën e sotme quhet si princesa apo mbretëresha e të gjitha erzave. Do me thonë turmeriku është një prej atyre bimeve
që mund të përdoret për përfitime dhe benefite të ndryshme, po. Jo vetëm për një qëllim, do me thonë. Po, pikrisht ashtu. Se tash mundën edhe me na pyet, a është prej atyre melmesave që përshtatet për secilin person, për shembull gratë, fëmijët, plesh të moshuarit, të rinjët? Si melmes, po, ndoshta edhe moshat më të reja në ushqim, se shpesh herë ne ato në përgjella e servojmë edhe në supa të ndryshme. Mirë po, është kategoria e cila nuk duhet ta konsumojnë në sasi të mëdha, se në sasi të vogla nuk është problem. Për shembull, personat të cilat marrin terapi antikoagulante të llojit të varfarinës, apo pacientët personat të cilët kanë gurë të idhët apo në kesën e mëlçisë aty. Si suplement moshave të reja nuk ja rekomandojmë, për shembull ndër moshën 15 vjeçare, mirë po si erz gjithmonë lejohet. Sepse si erz është bio dhe nuk është e përpunuar. Po, nuk është e përpunuar, thash veç pacientët që marrin varfarinë antikoagulant, që e hollojnë gjakun, mirë po dhe turmeriku e ka atë aftësinë pak me holloj gjakun, po, që mos shkaktohet ndonjë gjakderdhje, po. Ndërkohë, komercializmi i viteve të fundit e ka ndryshuar edhe produktin bazë. Në këtë rast, kur flasim, kur rekomandojmë edhe ju si doktoresh që keni përgjegjësi të lartë para pacientëve edhe ne si medium, duhet të referojmë produkte të cilat nuk e humbin bazën, edhe të cilat pavarësisht që janë brand, janë të mira, të përshtatshme, të pandryshuara dhe të pas shtesa tjera të cilat mund të dëmtojnë. Siç është për shembull këtë rast e natura terapisë. Turmerik kurkumini. Po. Kjo për shembull gjithmonë, unë edhe në emisione tjera e kum cek, tash kompanitë e ndryshme ato bojnë një lloj gare, e cila do ta ketë në treg produktin më të avancuar. Për shembull, ky është pa gluten, pa vezë, pa qumësht, që mos të ketë ato efektet alergjike të sojës apo të kikirikut, edhe pa ushqime të përpunuara genetikisht, sepse gjithmonë duhet të ceken ato. Ky turmerik, kurkumin, është i pasuruar edhe me glukozamin, me boswellia edhe me çaj të gjelbërt, si dhe me vitamin C. Përse? Se përveç efekteve antiinflamatore, i cili do t'i ketë kurkumini, për shembull glukozamina, jo ushqen indet në përgjithësi të organizmit, e sidomos për shembull artikulacionet e ndryshme, sidomos në moshë të shtymë, për shembull shpesh herë pacientët vinë thonë yndyra e gjurit mu ka dobësu apo e krahut, e për ato është si shtesë edhe është në treg si një produkt më i avancuar në krahasim ndoshta me ndonjë produkt i cili përmban vetëm kurkum. Gjithashtu e ka edhe ekstrakt biberin, është ekstrakt i piperit të zi, i cili e rrit shumë më herë, më shumë, dhe më thonë dhe 20 herë më tepër, absorbimin nga trakti i tretjes të kurkuminit. Për ato thash kompanit shikojnë produkte që ka cilat jetë sa më efektiv produkti bazë. A ka efekte anësore kështu si... Jo, efekte anësore nuk ka, përveç atë cilat i ceka po. Gurnët e idhtën, kush merr antikoagulant, edhe kush ka ulqer aktive të lukthit, nëse ka aktive për shembull në formën të gjakdherës e diçka, ata pacienta nuk duhet ta konsumojnë. A është prej atyre produkteve që ka një afat caktuar sa mund ta përdorim e duhet pauzojmë, apo mund të jetë pjesë e rutinës tonë? Kjo është lloj ushqimi, domethënë nëse bëhet pjesë e rutinës ushqimore është edhe më mirë. Kurkumini, ky produkt është edhe i përshtatshëm për pacientat të cilat kanë edhe diabet, sepse nuk ka sheqer edhe nuk e rrit nivelin e sheqerit në gjak. Për të parë efektet e para, duhet të shkojnë disa ditë. Jo vetëm te kurkumi, por te gjitha suplementet e ndryshme, rekomandohet së paku 3 muaj. Bile shumë suplemente në treg i kemi nëse në formë kapsulare, nga 100 kapsula i përbajnë, që të jenë për një kohë pak më të gjatë që të shifen efektet më mirë. Për shembull, ai mundet klienti ta përdorë edhe 6 muaj nëse i ka mundësit. Edhe nëse i shef efektet, dikot ja rekomandon dikujt një produkt kur ai nuk është i kënaqur, mi po shpesh herë rastet pacientët i shohin sidomos të moshuarit efektet e tyre, atëherë ata bëjnë porosin tjetër ose shkojnë e marrin produktin ose barin tjetër. Po me që i përmendet moshuari, se zakonisht na shkruajnë pas emisionit, pastaj ja guxojmë na me përdor, moshat e shtyra, a mund ta përdorin? Po, pikrisht moshat e shtyra janë ata të cilët
kanë problem me inflamacionet e nyjeve, artritit, artroza, ose artrozat, e kështu me radhë. Unë e kom pas një fëqinje paciente, ajo e kishte porosit më herët kurkuminin, edhe më tregonte se si ka pas efekt, se njerëzit ndonjëherë lodhen, si të themi, nga medikamentet, edhe gjithmonë shikojnë, kërkojnë metoda alternative me ushqim ose barna bimor, se tash njerëzit janë të vedisuar në kohë të sodit, edhe rastisht e kish pas marrë një produkt kurkuminit natyroterapisë, më herët ka qenë, edhe kish pas efekt, mandej e ka përdor një kohë gjatë. Do me thonë... Bile ka pas dalë edhe reklam, ka pas reklamu për... ka pranue, se ka qenë e knaqën, ka dalë po. Ka qenë një prej atyre që ka përjetu, e ka provu vetë dhe e ka nda me ty. Dhe sa mirë që ndave me neve, sepse pacientët cilët ndojnë rrëfime tek mjekut, mjek zakonisht i marrin si rezultate bazike. Si rezultate bazike, po edhe mund është mja rekomandu, mandej edhe dikuj tjetër se e kini farë pasqyre... Një pacienti që ka pas sukses. Edhe për juve si mjek është ma e letë kër thu, kjo pacient e merë një ullumtim, një rezultat. Gjindet një mesatare, për shembull, na dhe barnat kur t'i shumë dhe njëherë me medikamentozes janë, kur e dim se një bar reagon ma mirë, ose është me një kostomat lirë, atëherë na fokusomi të ajo pjesa me shku që është ma e mirë, ma e lirë, ma e... Përshtashme, por edhe efektive. Aja që kam kalon për shtypje në përgjithësi tek organizime se si bëhet nga produktet e naturoterapisë, është se gjithmonë e mendojnë kombinimin e duhur të këtyre suplementeve dhe produkteve për problematikat e caktuara. Në këtë rast, nëse kurkuma është e mirë për anti-inflamacione dhe problemet tek të moshuarit, tek të rinjet, tek ata me diabet, tek të gjithë, ata kanë menduar si kombinim edhe neuroaktivin i cili ka një bashkëdyzim të efekteve. Po, kurkumini së bashku me neuroaktivin është një sistem dual natyral shumë efektiv, me efekt anti-inflamator, si dhe me eliminimin apo largimin e dhimbjeve neuropatike nga organizmi i njeriut. Sepse neuroaktivi përmban acid alfa-lipoik, përmban magnezium edhe ka një grup të vitaminave B. Acidi alfa-lipoik është një antioksidues shumë i fortë, magnezin e dim edhe ajo ka një rol shumë të madhe në organizmin e njeriut, ndërsa vitamina B është ushqyes i sistemit nervor, periferik edhe ati qendror, që ka një rol shumë të madhë, si për shembull sistemi periferik janë ato mbaresat e fundit nervore në gishtat e duarve të këmbëve, sidomos kjo është problem shumë i madh neuropatik të diabetike, sepse shumë pacient të cilët nuk e din se kanë diabetin, të pa diagnostifikuar, ata efektet e para, problemet e para i kanë mpirjet e gishtave të këmbëve, ato therjet, kështu që vitamina B, cilat gjendet në neuroaktiv, ja ushqen ato edhe fillojnë të largohen ato mpirjet e ekstremiteteve, do me thonë të këmbëve, plus kurkumina këto edhe acidi alfa-lipoik, do me thonë ka benefite të shumta për një pacient i cili është ndoshta me diabet. Gjitha këto problematika që janë të shpeshta dhe çdo ditë më shumë të shfaqura në rritje, një kombinim i tillë si tumerik, kurkumina edhe neuroaktiva i lehtësojnë. Edhe normalisht që duhet të kemi një konsistencë të përdorimit, t'i përdorim me rregull, mos të përdorim një ditë po dhe ditë jo, që të ketë edhe organizmin në mënyrë kontinuele, mirë po, ato barnat të cilat ja ka përshkruar për shembull kardiologu apo barn, edhe ato duhet mos të ndërprejnë. Jo të them për shembull pe marrë këto natyrale, ato ka raste kur ka pas përmirësime, ndoshta ndonjë bar eliminohet, mirë po jo aty për aty. Kur paraqiten përmirësimet, atëherë gjithmonë në konsult me mjekun. Përndryshe, para se me vazhdu me pyetjen tjetër, ju informoj që në Naturaterapi, te faqet zyrtare të saj në Facebook dhe Instagram, mund të gjeni edhe ofertën e tumerik, kurkuminës dhe neuroaktivit, ku mund të merrni 2 tumerik, kurkumina dhe 1 neuroaktiv, një kombinim perfekt për të gjitha problematika shëndetësore që i përmendi doktoresha Dhurata Nasufja Alabaku për vetëm 35 euro. Një çmim i cili është momental dhe duhet ta shfrytëzoni ofertën për gjithë ju të cilët keni interesim të ndikoni pozitivisht në organizmin tuaj dhe problematikat të cilat po përballeni çdo ditë, sidomos nëse jeni të lodhur nga marrja e shumë suplementeve dhe medikamenteve. Absolutisht, me udhëzimin e mjekut, ju i vazhdoni medikamentet tuaja,
por ta lehtësoni dhe ta ndihmoni procesin me një efekt pozitiv edhe tek shëndeti mendor, përveç tjerash që e përmendi doktoresha Dhurata Alabaku. Për vetëm 35 euro në shtëpinë tuaj mund të keni 2 kurkumim turmerikë dhe 1 neuroaktiv. Si është dozimi, doktoresh? Dozimi është i turmerik kurkuminit është 2 herë në ditë nga një lugë pas ushqimit, edhe tabletat neuroaktiv janë 2 herë në ditë nga një pas ushqimit. Mirë po turmerikun munden pacientat apo klientat, si thomet, të cilët e përdorin, munden për shembull edhe në gjellë me Nuk i hub vlerat. Jo, nuk i hub vlerat. Nëse i vlon ose... Jo, mos i servohet në fjalë, mos i servohet në gjatë kur nuk është temperatura në 100 gradë, por nuk i humb vlerat. Atëherë, mirë po munden edhe me lugë gjellës, një lugë gjellës pas ushqimit. Të pastër, pa ujë, pa kurgja, munden edhe kështu me e marë. Munden me marë, po shia pak më rëndë, atëherë rekomandohet edhe një sasi e ujë, një filxhan ujë ose gjysmë gotë e ujë. Megjithatë, na kemi edhe shumë gjëra tjera të cilat nuk janë të shishme, por që i konsumojmë për arsye të ndryshme, kur e dim që është për të mirë të shëndetit tonë, një lugë turmerik kurkumin 2 herë në ditë. Preferohet pas ushqimit. Pas ushqimit. Sepse përveç shijes që mund ta ketë, ndoshta për ata që janë pak më nazele, që thot doktoresha, se të sëmbike edhe mera fjallë që janë zgjedhës në artikujt ushqimor. Për shembull, këta mund ta kamufloni në çaj, në kafe, në qomsht, që tha dhe doktoresha dikur mamate... E kanë përdorë se pije qumshti artë, e kanë qutën. Qumshti artë, po. Dhe kjo pije, do me thonë, mund të jetë, si me thonë, bashkulltari i deteve tuaja më të lehta sa i përket përballjes me problematika tjera. Normalisht gjithmonë pa ndërprerë medikamentet e tyre të cilat për specifikat të ndryshme kanë. Për shembull, për probleme kardiovaskulare apo. Varësisht se çfarë i kanë, se njerin moshë më shumë, atëherë pak është ma i shoqëruar me problematika të ndryshme shëndetësore, mirë po kjo ndihmon, si thamë, do me thonë, tek proceset antiinflamatore, inflamacionet zakonisht përcjellen me ajtje të ekstremiteteve, skuqje, dhimbje, mosmundje të lëvizshmërisë, atëherë me përdorimin e vazhdueshëm të kurkuminit, ato fillojnë të zbehen ankesat, edhe me një përdorim pak më të gjatë, atëherë edhe eliminohen, do me thonë pacienti ndin vjetën ma mirë. A ka rëndësi edhe se si e ruajmë shishen masi që e hapim, doktoresh? Në temperaturë të dhomës, mos jetë mbi 25 gradë Celsius. A ka ndonjë rregull që duhet ta përzijmë para përdorimit? Po, para përdorimit rekomandohet çdo herë përzierja e çdo lloji suspensioni. Në ndërkohë është mirë me që oferta është 2 turmerik kurkumin, ta merrni t'ja bëni dhuratë për shembull bashkëshortit edhe vetës, edhe mbetni me nerë, edhe paguni lirë. Ma liri. 2 turmerik kurkumin i keni në shtëpinë tuaj dhe 1 neuroaktiv, i cili është një kombinim i menduar normalisht naturaterapi e ka edhe bordin, pjesën e ekipit shëndetësor të cilët vinë në përfundim duke marrë parasysh për bazë rezultatet e analizave të pacientëve, të gjendjeve, të ndryshimeve, normalisht edhe për të parë nëse ka nevojë për këtë apo për një tjetër suplement të ndryshëm. Ishim shku bashkë të kuzhina, doktoresh, edhe kishim pregadit në mënyrë që ta mësojnë edhe shikus. A e marrin se cila gotën e vetë ujit. Kemi mundësin që t'ja demonstrojmë edhe shikusve, doktoresh Masak. Hajde, unë e përhirë ka qisa ma e mbrendshme e kuzhinës. Hapë të lutem, dhe me thanë 1 gotë ujë, nëse dëshirojnë me ujë me përdor, 1 lugë e madhe e gjellës, vendoset 2 herë në ditë, rekomandohet pas ushqimit, por, si që tha dhe doktoresha, turmerik kurkuminën mund ta vendosni në shujtën tuaj, në pjatën me gjellë, me supë, me çfarëdo ushqime që hani në çaj, në kafe, por jo ta zijeni. Masi e servani pjatën ose gotën, e vendosni edhe lugën e turmerik kurkuminës, e cila ka benefite pa fund për shëndetin tuaj. Në këtë rast, ne po e bëjmë me ujë, dhe tamam është gota e arë, si që kanë qujtë edhe... Qumshti arë, si që kanë qujtë edhe ma herët, dhe ta provoj shije, se unë jam kogja kështu në shije zgjedhse. Nëse unë e pi mujnë krejt. Nuk pas ka naj shije... Ja, nuk e ka. Jo, heq. Do me thonë, në qoftë tem, nëse ata... Jo, po sinqerisht se unë e zakonisht kanë edhe për ilaç, refuzoj disa, për shembull rrepën e kuqe e di sa efektive është, po
Mezi e pranoj shijen e saj, kjo pas ka shijet pranushme, doktoresh. Po. Edhe që ka jona i sen e papërbalushme, mund të aprovoni. 35 euro, 2 shishe turmeri kurkumin dhe 1 neuroaktiv, kombinimit të cilin e spjegoj edhe doktoresha, për ju që se keni ndonë intervjistën e doktoreshës, e gjeni në YouTube, në Facebook, në Instagram, në TikTok, në rrjetet tona sociale, për benefitet e qumshtit magjik, se unë e kam me uj, po ujit magjik unë për quj. Po, zvolu ujin magjik. Zvolu, që, tani po thoni qka zvolu, të ujin magjik. Doktoresh, falenderit shumë për informacionet, është shumë knasi me të pas gjithmonë studio e tha edhe vetë që ende edhe intervistat e para shumë viteve shikohen, sepse gjithmonë ndajnë përvoja dhe eksperienca reale të pacientëve dhe personale. Edhe më të qeshtë, në njërë më të qeshtë. Shtu që je shumë e qartë për publikun. Faleminderit shumë. Faleminderit. Gëzuar me turmeri kurkumine na kam me thonë, me ujin magjik. Ne shihemi në rubrikën e magjikeve të veçel, aty ku jeta zbukurohet çdo herë. Dhe ja, ku jemi të dashur me të rubrika magjikve, unë